kur ti e ban një problem, lere ma që e mërzit babën e nanën tanë për problemin që e ke bo tash. Problemi është që edhe ja u halakat ato brangat e mëqme, ato vartë e mëqme që i kanë zemrat e tyne. Kështu i ka ndodhur Jakub a.s. është mërzit për Jusuf a.s. Mirë po kur këta djemë tjerë ja kanë ba edhe një problem, thot Allahu azza wa jalla fatawalla anhum, është largu pak për tyne dhe ka thonë ja asafa ala Jusuf, mirë për Jusuf alayhim salam. Do me thanë, sa artit të banë shërë, dije që e mërzit babën e nanën tanë për shërën tash që e ke ba, mirë po pak edhe ja halakat ato vartë e mëqme edhe mërzitet hala ma shumë. Kështu që kujdeso musliman, vallahi asnjëri prej neve nuk mujna me kuptu babën edhe nanën derisa vetë të bëhemi babë edhe nanë. Pastaj nuk mujna me kuptu babën derisa të vina na në moshën e babës. Atëherë fillojmë me kuptu babën kur kanë ajnat mosh, për shkak se me mosh shkon të i kuptu gjanat shumë më mirë. Kështu që kujdeso të ri, mos i theni zemrat e babës e të nanës.